Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si çdo të njëjtë, do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori paranormale. Nëse jeni të apasionuar pas këtyre lloj historive, ju rekomandoj që të bëni një subscribe dhe pa humbur kohë, le të fillojmë me videon e sotme. Kur isha 8 vjeç, unë dhe prindërit e mi u shpërngulëm në një lagje të qetë në skaj të një qyteti që sinqerisht nuk e kisha dëgjuar më parë. Shtëpit ishin identike, në mënyrë që në fillim të bënte të vështirë të kuptoje cila ishte shtëpia jote, sepse që të gjitha kishin të njëjtën fasadë, me ngjyrë të zbetë, të njëjtat gardhe, të njëjtat shtylla të kujtive postare, të lyer në të njëjtën jeshile matë. Trotuaret dukeshin gjithmonë sikur sapo ishin larë, si të kishte dikush frikë të linte gjurmët e veta mbi to. Kryetari i komunitetit të lagjes erdhi atë pasdite për të prezantuar. Na zgjati dorën dhe ky shtrëngim dore zgjati më shumë se ç'duheshte. Dhe nën sjetull kishte një enë plastike. Brenda në këtë enë plastike ndodheshte një tortë e mrekullueshme. Ishte një tortë aq e bukur, saqë dukeshte sikur kjo tortë kishte dalë nga filmat vizatimor dhe dukeshte vërtet e mrekullueshme dhe për t'u ngrënë. Por atë mbrëmje, kur nëna e preu tortën, kuptua menjëherë që ajo tortë ishte pa pikëqije, ishte komplet artificiale. Ishte një lloj torte e cila ishte bërë me aroma sintetike, jo me përbërës të vërtet. Ajo dorëzoi gjithashtu prindërve të mi një dosje me letra dhe qëndroi në verandë ndërsa ato e shpletonin. Mbaj mend që shumica ishin rregulla shumë të mërzitshme, rregulla për barin, rendin e koshave të plerave, zhurmat, dekorimet e jashtme, sa gjatë mund të qëndronte makina e parkuar në rrugë, me pak fjalë rregulla normale që mund t'i gjesh në një lagje të qetë rezidenciale. Mbaj mend që ishin aq të mërzitshme saqë fillova të numëroja milingonat që kalonin nëpër shkallë. Derisa një moment pash baban tim, i cili papritur vazhdoi të ndiqte me gisht një rresht në heshtje. Dhe kur pyeti kryetarin pra çfarë do thotë kjo gjë, ky fundit duke qeshur tha: "A mos u shqetëso, është thjesht një shaka e vjetër e lagjes, asgjë serioze." Por gjithsesi nëna ime i mbajti ato letra pra një farë mënyre që ti rilexonte edhe një herë rregullat. Atë natë fshehuarazi mora dosjen e cila gjendeshte mbi banakun e kuzhinës dhe lexova pikërisht pjesën ku pash që babai im kishte hezituar. Por ajo pjesë ishte shkruar si të gjithë rregullat e tjera, pra me të njëjtin front, me të njëjtën madhësi, por kishte diçka të çuditshme. Ishin shkruar pikërisht këto fjalë: "Mos lini që të hyjë shitësi i mesnatës." Vetëm kaq, pa asnjë shpjegim, pa asnjë lloj konteksti. Dhe mbi gjitha, ky rregull ishte shkruar mes rregullave të tjera ku flisnin për barin, për grillat, për dritare. Pra, një rregull si gjithë të tjerat, por ky rregull mbeti në kujtesën time. Atë natë fjeta shumë pak dhe pikërisht në mesnatë dëgjova 3 trokitje në derën tonë kryesore. Ishin 3 trokitje të rregullta, sikur dikush po trokiste mbi tavolinë. Pash që prindit e mi ngrin në vend. Nëna menjëherë shkoi që të kontrollonte bravën, por ajo ishte mbyllur. Dhe nga ana tjetër e derës dëgjohet një zë: "Zoti dhe zonja Gerison, përshëndetje. A do ishit të interesuar për këtë produkt që po shes? Ofroj diçka që është e pamundur për t'u refuzuar." Zëri i tij dukeshte i qetë, mbi të gjitha dukeshte i gëzuar, siç është zëri i një operatori shërbim klienti kur ka një skenar përpara. Dhe pikërisht ishte jashtëzakonisht shumë i qetë, sikur të kishte mbërritur aty në mesditë dhe jo në mes të natës. Por pastaj u largua, por që nga ajo ditë ai vazhdoi të ktheheshte çdo natë aty. Ndryshonte paksa fjalët, por konteksti ishte i njëjtë. Ndonjëherë thoshte që është diçka e domosdoshme, ndonjëherë thoshte që është një diçka e kufizuar, ndonjëherë thoshte që është një zgjidhje, por gjithmonë fillonte duke përmendur emrat tan. Ai ishte gjithmonë i gëzuar, i sjellshëm, i sigurt në vetvete, por kur kalonin këto 5 minuta, ai largohej menjëherë. Por problemi ishte që nuk dëgjonin hapa kur largoheshin dhe kjo gjë vazhdonte çdo natë. U bë si një rutinë. Dritat fikeshin fiks në orën 11 të natës, mbylleshin perdet, mbylleshin grillat, televizori ulej me zë në minimum dhe prindërit e mi flisin me njëri tjetrin me zë të ulët. Nuk mund të flisnin normalisht. Ndonjëherë unë shikoja fshehurazi nga grillat e dritares, shihja dritat e verandave që fikeshin njëra pas tjetrës përgjatë rrugës, sikur e gjithë lagja po luante ku ka fsheti së bashku. Një mbrëmje thash: "Po pse nuk i themi të largohet?" Në atë moment, nëna ime nuk ktheu menjëherë përgjigje. Ajo mbante syt nga dritarja duke shikuar reflektimin ton dhe jo rrugën e erat.
pastaj vazhdova. Po ai nuk po bën asgjë jashta, thjesht I themi të largohet. Nga ana tjetër, babai im uli akoma më shumë zërin e televizorit, I cili tashmë mezi dëgjohej, dhe mu përgjigj. As ti nuk e di, as ne nuk e dim, kështu që bëj si të themi ne. Por unë gjithsesi vazhdova. Por ai si e di emrin ton, si e di emrin ton. Por asnjë nga prindrit nuk mu përgjigj. Nëna ime zgjati dorën dhe më shtrëngoi gjurin sikur për të më mbajtur aty fizikisht. Nga ana tjetër, babai im më tha: "Mos e hap kurrë derën kryesore pas mesnatës. Mos e shiko atë, mos e dëgjo atë, mbi të gjitha mos mendo për atë dhe qëndro larg derës kryesore pas mesnatës." E kuptove, më tha. Unë tunda kokën në shenjë pohuese, por në të vërtetë nuk kisha kuptuar asgjë. Dhe vetmja gjë që kisha kuptuar është që ata ishin të tmerruar. Pas disa javësh, frika ime u shndërrua në diçka tjetër, një përzierje kurreshtje dhe frustrimi, sepse isha lodhur duke u fshehur. Isha lodhur duke u fshehur në shtëpinë time, isha lodhur duke bërë të njëjtën rutinë, doja që të flisja e qetë në shtëpinë time. Dhe pikërisht atë mbrëmje, përpara se nëna ime të më kapte nga krahu, unë sapo dëgjova që burri u afrua, hapa derën menjëherë. Shitsi qëndronte në këmbë, pak përtej rrezës së dritës së verandës, dukej normal. Në fakt, tepër normal. Kishte rroba të pastra, flokë të rregullta dhe duar bosh. Nuk kishte çanta, nuk kishte një bllok shënimesh, nuk kishte produkte. Nuk dukej sikur po shiste ndonjë gjë. Përpara se mund të thoshte një fjalë, babai im u hodh përpara dhe më shtyu pas në korridor aq fort sa që rash për dhe. Dhe shitsi mbaj mend që nuk më hodhi asnjë vështrim, sepse sytë e tij u ndalën pikërisht tek babai im. Dhe buzëqeshja e tij u zgjeruan në një mënyrë groteske. Dhe në atë moment tha emrin e babait tim sikur ta njihte atë prej vitesh. Nuk e di se çfarë u tha jashtë asaj dere, sepse pikërisht në atë moment ajo derë u mbyll pas tyre. Era filloi menjëherë, duke përplasur pemët aq fort sa xhamat filluan të dridheshin dhe presioni në vesh e bënte gjithçka të dukej sikur ndodhej në ujë. Kjo zgjati vetëm disa sekonda. Por kur babai im u kthye brenda, mbante në dorë një tharse flokësh, me sa dukej ishte shumë e shtrenjtë. Atë tharse e shtrëngonte fort në krahëror, sikur të ishte gjëja më e shtrenjtë që kishte, dhe pastaj u kthye duke u ulur në divan. Në atë moment unë e thirra: "Babi", por ai as nuk më hodhi syt. Atëherë mamaja u afrua dhe u ul përballë tij dhe I tha pikërisht të fjalë: Hej zemër, më thuaj, çfarë ndodhi? Çfarë të tha?" Por ai nuk përgjigj. Në këtë moment e kapi nga krahu dhe e tundi paksa. "Hej Herri, po më tremb kështu. Më thuaj diçka, çfarëdo qoftë." Por babai në këtë moment puliti syt, por përsëri nuk tha asgjë. Sytë e tij ishin të hapur dhe të turbullt dhe shikonte përtej murit. Në fakt dukeshte sikur shikonte përtej tij dhe jo në drejtim të tij. Kështu që unë ju afrova dhe I lëviza dorën përpara syve. "Hej baba, kjo nuk është më qesharake." Mamaja në këtë moment e kapi nga supet dhe filloi që ta tundte fort. "Herri, të lutem, përgjigju, më thuaj diçka", thoshte ajo. Por koka e tij lëvizte nga duart e saj, por syt nuk e ndiqnin. Dhe unë kujtoj zërin e mamit tim, e cila përsëriste her pas here emrin e babit. Volumi I saj ngriheshte aq shumë fort sa që sikur zëri I saj do ta sillte atë në vetvete. Por asgjë, gjithçka ishte e pamundur. Në këtë moment ajo ishte shumë e shqetësuar dhe më tha: "Telefono ambulancën, telefono policinë, telefono dikë." Unë mbeta e shtangur, por në moment bërtiti: "Për hir të Zotit, telefono dikë." Në atë moment vrapova drejt kuzhinës dhe mora telefonin. Por po dridhesha aq shumë dhe telefoni më ra në tokë. Pas meje ndodheshte I madh, I ulur në mënyrë të përkryer mbi divan I pa lëvizshëm dhe mbante tharse në dorë, e shtrëngonte aq fort sikur të ishte gjëja e fundit që I kishin thënë të mbante në dorë. Ne u përpoqëm të flisnim, e tundim nga supet, e thërrisim në emër, por asgjë nga këto nuk patën vlerë. Sytë e tij ishin të hapur, ishin të turbullt, duke sikur shikonin përtej nesh, sikur shikonin muret. Por mjekët tha që nuk ishte goditje fizike, nuk ishte goditje në tru, nuk ishte tumore. Skanimet e tururit ishin të pastra. Mbaj mend shumë mirë që një nga neurologët foli me mamin tim në një dhomë konsultimi, ndërsa unë rria e ulur në një shtrat të mbuluar me letër. Mbaje mend që nuk lëvizja këmbët sepse isha shumë e shqetësuar dhe përpiqja të dëgjoja. Edhe pse nuk kuptoja gjithçka,
ai moment më mbeti i ngulitur në kujtesë. Mjeku tha se strukturalisht truri dukeshte normal, nuk ishte shenjë hemorragjie apo edema, dhe rezonanca magnetike dhe skaneri ishin brenda normale. Por mami im shtrëngonte skajin e karrigës dhe qante. Pse nuk bën asgjë? Pse nuk reagon? Thoshte ajo. Nga ana tjetër, mjeku i shpjegoi se EKG-ja tregonte aktivitete elektrik dhe se funksioni bazë kortikal ishte i pranishëm, reflekset ishin të paprekura, reagimi i bebzave ishte normale, por nuk kishte asnjë formë lëvizje të vetëdijshme, asnjë fjalë. Por mami im vazhdoi të pyeste: "Pra është në koma?" Por mjeku u përgjigj: "Jo saktësisht, sepse ai është zgjuar, sytë e tij janë hapur dhe ekziston cikli gjumë-zim. Është një lloj cikli që ekziston, por mungon ndërveprimi me ambientin rreth e rrotull." Pastaj shtoi se ndoshta është një ndërprerje e rëndë e rrjeteve që lidhin përpunimin ndijor me përgjigjen motorike. Pra, truri i merrte informacionet, por nuk i kthente në veprime, përveç funksioneve autonome të trupit. Mami im pyeti nëse kjo gjë mund të shërohej, por mjeku nga ana tjetër i tha që nuk kishte një dëmtim të dukshëm dhe nuk dinin si të ndërvepronin. Pra, një farë mënyre nuk kishte një zonë e cila është e dëmtuar dhe këta të fundit mund të ndërhynin. Dhe kjo gjë ishte një problem i madh, sepse duke mos ditur se cila zonë ishte e dëmtuar, ato një farë mënyre nuk mund të ndërhynin me asgjë. Për këtë arsye e klasifikuan atë si një çrregullim të vetdijes. Por përpara se të dilim nga spitali, doktori tha diçka. Është paksa e pamundur pasi këto gjëra shihen tek persona që kanë pasur trauma në të kaluarën. Dhe nëse babai yt nuk ka pasur asnjë traumë nga e kaluar, kjo gjë është jashtëzakonisht shumë e rrallë. Pra, me një fjalë, nuk kemi asnjë shpjegim për këtë situatë. Por babai im që atë ditë nuk u kthye më kurrë si më parë. Ai rrinte ende në dhomën e ndenjes. Ndonjëherë hante kur ja vendosim ushqimin përpara. Merrte frym, por nuk kishte më asgjë për ti që kishte rëndësi. Ishte sikur shitsi i kishte marrë çdo gjë që e bënte atë ai. Mami im qëndroi në atë shtëpi edhe pasi unë largova, sepse në moshën 18 vjeçare u largova për të ndjekur universitetin. Por në të vërtetë ishte një lloj arratije nga shtëpia. Studiova diçka praktike sepse në të vërtetë nuk dija as çfarë të studioja. Dhe mbi gjitha gjithmonë shmangja të flisja për babain tim. Edhe kur shokët edhe shoqet më thonin pra pse nuk shkon me pushime në shtëpinë tënde, unë gjithmonë gënjeja. Në atë periudhë fillova që të ndjek një terapist dhe ndërpreva në vitin e dytë, sepse vazhdova të zgjohesha në mes të natës pa ndonjë arsye të vërtetë. Flisnin për traumat, për ankthin, për mënyrën se si fëmijët mund të brendësojnë gjërat dhe të fajsojnë veten për atë që nuk mund ta kontrollojnë. Por unë nuk e përmend kur shitsin, sepse disa gjëra, sinqerisht, më dukeshin shumë më të sigurta nëse mbeteshin pa emër. Mamaja ime e mbajti timat në një qendër kujdesi të asistuar ndërkohë që unë isha në kampus. Mundohesha të paguaja atë qendrën e riabilitimit sa herë që mundesha. Dhe sa herë që mundesha, shkoja të vizitoja timat. I flisja atij për veten time, për problemet e kota të kampusit, për motin, për çdo gjë tjetër. Por ai kurrë nuk më përgjigjeshte. Derisa në momentin kur ngrihesha, e shikoja që ai më ndiqte me sy. Por infermierët më thonin që ishte thjesht një veprim i pavullnetshëm. Derisa me kalimin e kohës ndalova në të vërtetë së pyeturi veten nëse më shikonte vërtet apo jo. E takova burrin tim në vitin e fundit të universitetit. Filluam të studionim bashkë, të dilim bashkë, të krijonim diçka normale, sepse në fillim unë nuk e njihja atë. Më pas fillova t'i shpjegoj që situata në familjen time është paksa e komplikuar. Por me kalimin e kohës fillova t'i shpjegoj për shtëpinë, fillova t'i shpjegoj për babain tim, për atë qetësinë që mbizotronte. Por kurrë nuk më pyeti për detajet, sepse e kuptoj shumë mirë që unë nuk isha akoma gati. Por pasi u martuam, folëm se ku do jetonim. Unë i thash që mund të jetoja kudo, përveç se në lagjen time të mëparshme, dhe ai pranoi pas një lloj hezitimi. Ndërkohë, mamaja ime nuk mund ta përballonte më shpërnguljen. Ndoshta një farë mënyre kishte edhe pak frikë të largoheshte aty, sepse një farë mënyre ato goditje ose më saktë shitësi pas asaj nate që ndodhi me babain tim nuk u kthye më kurrë. Por gjithsesi, ajo, atë rregull, u jep personave të rinj që vinë të jetojnë në atë lagje. Duhet të dini që dje mamaja ime vdiq. Kalova gjithë ditën duke firmosur letra, duke ju përgjigjur telefonatave dhe duke marrë sendet e saj personale nga spitali. Kur u ktheva mbrëm në shtëpinë e prindërve të mi,
duke më e madhe se sa e mbaja mend, sepse nuk kishte më asgjë, vetëm disa mobile të vjetra që tani nuk i përkisnin askujt. Kjo shtëpi tashmë është në emrin tim, dhe ndërsa po kontrolloja një zyrtar, gjeta dosjen e vjetër dhe rregulloren. Faqet e asaj dosje ishin zverdhur, por pikërisht gjeta rregullin ku shkruheshte. Mos e lini që të hyj shitsin e mesnatës. Tashmë ora shënon 11:30 dhe ndoshta ai po vjen. Historia e sotme ishte një nga historitë, le të themi, më të çmendura që kam dëgjuar ndonjëherë. Dhe gjatë momentit kur po ju tregoja historinë, në mendjen time po përpunoj një lloj skenari filmi me metrazh të shkurtër, por për mendimin tim është shumë wow. Nuk e di për ju, për këtë gjë ma shkruani poshtë në komente. Unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon radhës. Deri atëherë, ciao ciao.